Buxheti i vitit 2026 parashikon një paketë të zgjeruar mbështetjeje për të rinjt, duke i fokusuar investimet në punësim, hapje biznesesh dhe zhvillim profesional. Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj u shpreh gjatë dëgjesës publike me banorët e njësisë nr. 10 në Tiranë se buxheti i vitit 2026 adreson një financim prej 12 milion eurosh për Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, që i dedikohet posaçërisht programeve rinore. Kjo mbështetje përfshin programin e vetë punësimit, që u jep të rinjve mundësi të hapin bizneset e tyre përmes granteve dhe konsulencës profesionale, subvencionimit të pagës për të rinj që punësohet për herë të parë, duke lehtësuar barrën financiare për bizneset, trajtime të subvencionuara në profesione të lidhura me teknologjinë, me synimin për të rritur aftësitë dhe konkurrueshmërinë e tyre në tregun e punës. Po ashtu, vitin që vjen, qeveria do të investojë 300 milion lek në startupet, me qëllim financimin e bizneseve inovative të krijuara nga të rinj ambicioz dhe të orientuar drejt teknologjisë. Sipas ministres, këto masa synojnë të krijojnë më shumë mundësi punësimi cilësor, të nxisin sipërmarrjen dhe të fuqizojnë të rinjt që të ndërtojnë karrierën e tyre në Shqipëri.